Ka që pate shëtitës, erdi koha që rivaliteti joni me eruar të mbaroj. Peppers, aktivizo portalin për në gropën e dhimbjes së përjetshme. Sa e bukur. Nuk është e bukur, është e portal për në dimensionin e burgut, në cilin kam shërgjënosur anë miqtë e mi të rryer. Thuaj pra, miru pafshim shëtitës. Përshëndetje. Jo përshëndetje, miru pa. Silvia. Si kaloni? Kapi jetë! Jo nuk ishte gjë e mirë! Pasu shqetëso rrëhet, do të shëndoj unë! Kjo është akoma më keq! Shëtitas! Si kalon? Ta marrë dhe mira. Tu vjen erë si sqetulla zombi. Sqetulla zombi është emër i bukur për një band. Eja, Pepper shpejt, më nxirr që këtu nuk e ke iden se sa i tmerrshëm është ky vend. E urrej fakti që do t'jem ideali që do të ri këtu gjithë për jetësinë. Peppers. Hej, mos u bëj keq, nuk duhet të jemi të këqinj. Shëtitës, ti je? Çfarë drejtë po bën këtu? Ej, shikoni kush ka ardhur! Shikoni kush ka ardhur, djema! Është Shëtitës! Ti i njeh këta djem? A e njo? A i më ndihmoj të hapja dyqanin tim të librave. A i më mësoj si të fishkëllej! A i më ndihmoj që të përballoj prirjet e mia të dhunshme! O shok, sigurisht që ka kaluar pak kohë. Me çfarë po merreni tani? Unë isha pronari një biznesi të vogël, derisa dikush ka të rroj librarin time. E gjithë kjo ndodhi pse i thash atij që novela e tij nuk po shitej shumë. Për këtë arsye, ai ma hodhi këtu brenda. A i duhet të ik! A i duhet të Ai nuk e ka ik! vendin këtu. Daloni! Nuk mundet që disa nga miqtë e mi të lëndojnë disa miq të tjerë të mit. Çfarë? Urryesi është miku yt? Po, ai mund të jetë e keqja përfundimtare dhe gjëra të tjera si këto, por unë e di që thellë brenda ti. E urrej me gjithë shpirt të djalin. Dua të them, me gjithë shpirt e urrej. Unë kur nuk dëshiroj të ri larg një miku të mirë si ai, ky që shihni këto. E njëjta gjë dhe për mua, shoku. Nëse ju jeni shok, provojeni. Shtrëngimi i duarve të shokëve të ngushtë. Po, shtrëngimi i duarve, po, atë që bëjmë gjithmonë me shokëve të ngushtë. Ata bëjmë tani. Më godit lart, më godit poshtë, bëj si breshk, sa javash që je. Ngrit dorën e majt, ngrit dorën e djathtë, bëj një rrotullim të shkëlqyer. Mbëlsira në fund, le t'i pjekim ato dhe ja kështu është shtrëngimi i duarve të shokëve të ngushtë. Tada! Mirë, besoj se jeni shok të ngushtë tani. Por do të ishte mirë të mos më gënjeje. Po, sigurisht, në asnjë mënyrë nuk po gënjej, shok të ngushtë, të ngushtë. Shok.